Kur flasim për një njeri që është i mirë, njerëzit që punojnë me fëmijët, definitivisht janë njerëzit të cilët përcjellin energjinë më të mirë. e përcjellin, e përqojnë energjinë më Nuk të mirë. plakën asnjëherë. Nuk plakën. Fëmijët dihet çdo herë që je person i mirë, edhe s'plakësh E natyrisht. forci arë. Ç'është kjo kënga jote e preferuar e këtij viti, më nuk na the diçka. Kjo këngë si për teksti i saj më gjan shumë në jetën time, prandaj edhe përjashtu edhe zërin e ka të mrekullueshëm, interpretimi shumë i mirë. Kjo dhe shije muzikore më fal, ha? Shumë keq. Shumë keq. Ja zbulova në fund vit pas në fund viti. Sa i përket shijes muzikore, shijet muzikore i kam paksa sezonale. Pavarësisht prej rengjisë në të cilën jam, por kryesisht ndëgjoj muzikë që kanë ritëm, t'japin pak më shumë energji, edhe zakonisht kur si gjithë ne mund t'jemi pak më ullët sa i përket energjisë, emocioneve, unë e kam listën e këngëve që më rrisin energjinë. Dëgjoj, vendi, dhoma, shtëpia, rruga, institucioni, personi që ti shkon më shumë qef për ta bërë një intervistë, më thuaj. Sos fshatrat. Sos fshatrat. Edhe që jam dhe një rast për ta falenderu komplet ekipën e Sos fshatit, veçanarisht Orën, Remën, janë mikët jashtëzakonshme, të cilat kanë mbase është Sos fshati, kjo shtëpi, unë e them më e madh janë në vend që përmes saj unë kam kriju shumë miq.